duke që po këcen që tu, duke që po... është iluzion, është magji. A do të thonë, mrenda serit është magjia? Sytë e tu e shofin që ashtu, në fakt kjo nuk lëviz. Po ty duke që po lëviz. Duke, sikur te Musa alayhi salatu wasalam, që ka përmend Allahu dhe xhallahu që ka gjuhë për gjarpen, aty nuk ka duke që ka qenë gjarpen, apo kupton? Dhe e treta është magjia, sehri që është i lejuar. Me bë me dalën në çdo temën, e me kput dikush këta që po thëmë sehri është i lejuar, krejt Kosova komë tranu. Të mësulmu. Sehri i lejuar që ti din me bisedu me fjalë. Jeni artikulanti mirë i fjalëve, din me bani bised, na mahnit, na shtin me kesh neve krejtve. Do më thotë ti na ke bë magji neve me fjalët e tua, se ne jemi kënaqur, jemi mahnit me ty, jemi hipnotizu. E ke parasysh? Pozitivisht. Dhe në këtë smundje, hin edhe një tjetër që është, ose dy që janë shumë të rana, është mësyshi edhe është vezvesi. Nëse kam... Apo në akëshyr për mësyshi, për vezvesi. Mos një merë zojave të kërëtysh. Sa i përket mësyshit, për jam ka thonë, njeriun e fut në varr dhe deven e fut në tenxhere. Do thotë që e smund, do të me prej, sepse ngordh. A që është Tiranë. Për atë shkak, që do me bën njeriu mos me ra mësysh, thuj, walaula idh dakhalta jannataka, kulte masha Allah. Kur të hinë shef diku në shtëpi të mirë, thuj masha Allah, kaq. Faleminderit shumë, jemi te minutat e fundit, por megjithatë do t'i konsumoj edhe disa pyetje që lidhen me rolin e gruas në Islam. Gjithmonë duke u nisur nga mënyra se si predikohet në përgjamit tona nga prisit ton fetar. Kam përshtypjen se shumë deklarata thuhen në një kontekst që nuk përkojnë me kohën, prandaj edhe keq kuptohen. Direkt po të pyes, çka thot feja për feminizmin? A ka barazi mashkull, femër, burr, gru? Nuk ka barazi. Sepse gruaja është më lart se sa burri. Dhe këtu nuk ka barazi. Jo barazi burri më lart, gruaja është më lart. Atëherë feminizmi pa arsyeshëm. Pejgamberi sa më thot, kur e ka pyet dikush kën me dash më shumë, ka thonë nanën tani dhe baben. Do thot te dashnia mas pari nana. E dyta, thot kush e edukon një vajzë, 2 ose 3 e edukon, e rrit, e shkollon, e ka xhenetin. Nuk po thot kush i ka 2 djem ose 3, ose një djalë, po vajza. Dhe njeriu i fortë, njeriu që është i fortë, mbrapa ti është një grua e fortë. Kush është ky? Ka qenë pejgamberi jon alayhis. Mbrapa asaj ka qenë Hatixha. Dhe para saj është një grua e fortë që është nana. Në të djathtë është një grua e fortë që është vajza, në të majtë është një grua e fortë që është motra. Dhe ky njeriu i kompletun. Dhe feja Islame aq shumë e ka ngrit vajzën, saqë pejgamberi jon alayhis salam kur ka hi Fatimia vajza e tij, kur ulën se ka prit. Kur se ka prit ulën, gjithmonë në çun kam. Dhe gjithmonë e ka prit me gjyben e tij, pallton e tij e ka përtill në gjoks. Ne ka njerë marrë masa, ne shqiptarët, qysh e kemi trajtu vajzen. Dhe mendojmë që ata shqiptarët e kalum kanë qenë musliman, të mirë. Kanë mujtë me qenë musliman të mirë, për të padishëm. Ignorant, musliman ignorant. I ka hi zullum vajzës. E ka po pa drejtësi vajzës edhe grus, edhe nanës. Në 2 natës, 3 natës i ka arë një polar, një shomar dikun, më falë që po thëmë këtë gjuhë shumë zhargorin e poplit, e ka marrë nanën e grunë, të i thanë qurë, bëna bukë 2 natës, 3 natës. A je normal ti? A je është gruë dikuj, a je vajzë dikuj? Dhe këtë ato oda shqiptarë që i kanë pas të kalumen, këtë i kanë shkatru për shkak dhunës psiqike, shpirtnore edhe zullumit madh që kanë bërë dhe i grave që të kanë hupë. Sot asni vend s'ki, asni burr sot nuk më reqet dikë për e thirë grunë telefon, a bën me marrë dikë në shpe. Apo, i ka ti, tash është në ekstrem, atër ka qenë në ekstrem. Dhe unë mendoj që Zoti Dhul Xhelal grunë e ka ngritë shumë. Dhe i ka dhënë shumë të mira. Unë jem hoxh, jem edhe profesor,